Besimtari duhet të largohet nga kjo cilësi për shkak se është kërkesë hyjnore, është kërkesë e Zotit Madhreshëm, i cili na është drejtuar shumë qartë në Kur'an me ajetin kuranor në surën Al-Hujurat, ja eyyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum. O ju që keni besuar, të mos e përqesh dikush nga ju dikën tjetër. Asa an yakunu khayran minhum. Ka shumë mundësi që i përqeshuri, thot Zoti i Madhreshëm, të jetë më i mirë se sa ai që përqesh. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Dhe asesi thot as gratë të mos e përqeshin ndonjë grua tjetër, për shkak se ka shumë mundësi që të përqeshurat të jenë shumë më të mira se sa ato që përqeshin. Pra dhe Zoti i Madhreshëm sikurse po tregon motivin pse njeriu tallet dhe përqeshet, që me tregu, domethënë e përsin, mu tregu më të mirë se sa dikush tjetër, mirë po Zoti i Madhreshëm po e bën të qartë se ka shumë mundësi që i përqeshuri ose e përqeshura të jetë më i mirë ose më e mirë se sa ai që përqesh.